shprov me fjalë, në nështrim me praktik, qeveria e Maqedonisë së Veriut po u dërgon shqiptarëve një mesazh të ndyrë politik. Kur gjua shqipe trajtohet si bezdi, kur barazia relativizohet dhe kur administrata prodhon përjashtim, atëherë problemi nuk është teknik, është diskriminim me kollare. Nuk ka nevojë për shumë zbukurime. Ajo që po ndodh në Maqedoninë e Veriut nuk mund të shitet si keq kuptim administrativ. Kur shteti lejon që qytetarëve shqiptar të flitet në mënyrë të cunguar, kur shqipja shtyhet më njanë sapo hyn në lojë teknologjia, policia apo komunikimi zyrtar, atëherë mesazhi është i qartë. Ju duam në numra, por jo në barazi të plodh. Debati i fundit për sistemin Safet City, ku përdorimi i shqipes në njoftimet për gjobat e trafikut u kthye në çështje publike e politike, nuk është incident i vogël. Është pasqyrë një mendësie që vazhdon ta shohë gjuhën shqipe jo si të drejtë shtetformuese, por si telash që duhet kufizuar sa herë që i jepet rasti. Le ta themi troç, një shtet që relativizon gjuhën e një komuniteti kaq të madh, nuk po administron pluralizëm, po administron hierarki qytetarie. Dhe kjo është pikërisht ajo që zemëron me të drejtë shqiptarët atje. Sepse shqiptarët në Maqedoninë e Veriut nuk janë dekor folklorik për festa shtetërore dhe as rezervuar votash për koalicione qeveritare. Sipas të dhënave zyrtare të censusit 2021, ata përbëjnë 24.3% të popullsisë rezidente dhe janë bashkësia e dytë më e madhe në shtet, me shumicë ose peshë dominuese në njësër komunash. Kjo do të thotë se çdo cenim i shqipes nuk është goditje periferike, është goditje në një nga shtyllat reale të shtetit. Qeveria e Maqedonisë së Veriut duhet të marrë përgjegjësi jo vetëm për ligjet që miraton, por edhe për mesazhin politik që prodhon. Dhe mesazhi që po del është i rëndë, se barazia e shqiptarëve është e pranueshme në fjalime, por e negociueshme në praktikë. Kjo është forma më e rrezikshme e diskriminimit modern, sepse nuk vjen gjithmonë me britm, por me formular, sistem elektronik, procedurë, interpretim teknik dhe heshtje institucionale. Jo gjithmonë të thonë nuk je i barabartë, mjafton të ta tregojnë këtë sa herë vjen puna te shërbimi publik. Kjo lloj sjelljeje nuk është neutrale. Kjo është bigotëri burokratike. Dhe askush nuk mund të thotë se këto janë thjesht ndjesi politike pa bazë. Raporti i Komisionit Evropian për Maqedoninë e Veriut për vitin 2025 thekson se ankesat për diskriminim lidhen më së shumti me origjinën kombëtare ose etnike, se sektori publik mbetet fusha ku diskriminimi raportohet më shumë, dhe se vendi ende ka mangësi serioze në trajtimin e gjuhës së urrejtjes dhe krimeve të urrejtjes. Po ai raport nënvizon edhe mungesën e mbledhjes sistematike të dhënave nga autoritetet, ndërkohë që organizatat e shoqërisë civile regjistruan qindra raste të dyshuara të gjuhës së urrejtjes në vitin 2024. Kur Bashkimi Evropian të thotë se etnia dhe sektori publik janë pika të nxehta të diskriminimit, atëherë askush në Shkup nuk ka më të drejtë të luajë të paditurin. Po aq domethënës është edhe sinjali që vjen nga Këshilli i Evropës. E3, Organi Evropian kundër racizmit dhe intolerancës, publikoi përfundime të reja për Maqedoninë e Veriut në mars 2026, ndërsa raporti i tij i mëparshëm theksonte qartë se një pjesë e madhe e gjuhës së urrejtjes në vend lidhet pikërisht me marrëdhëniet maqedonaso-shqiptare. Kjo do të thotë se problemi nuk është i rastësishëm, as episodik, as propagandë e momentit. Është plagë e njohur ndërkombëtarisht, e dokumentuar dhe e përsëritur. Dhe kur një qeveri nuk e shëron plagën, por lejon sjellje që e thellojnë, atëherë ajo bëhet pjesë e problemit. Prandaj kritika ndaj qeverisë duhet të jetë e ashpër dhe pa doreza. Nuk mund të kërkosh respekt nga shqiptarët, ndërsa shteti i trajton të drejtat e tyre si çështje komoditeti politik. Nuk mund të flasësh për shtet multietnik dhe europian, ndërsa Shqipja del se pas ka vend vetëm aty ku nuk prish rehatinë e administratës. Nuk mund të kërkosh durim, qetësi dhe besim nga shqiptarët, ndërsa u jep sinjalin se barazia e tyre vlen me turne. Kjo është fyese. Dhe është e rrezikshme. Sepse në fund mesazhi real që po dërgohet është ky: shqiptari pranohet si qytetar, por jo gjithmonë si i barabartë. Kjo është thelbi i revoltës. Jo vetëm për një njoftim gjobe. Jo vetëm për një sistem kamerash. Por për një klim ku çdo hap prapa ndaj shqipes lexohet si paralajmërim se dikush në shtet ende ëndërron ta kthejë barazinë në privilegj të dhënë me kursim. Kjo duhet refuzuar fort. Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut nuk kërkojnë lëmosh politike. Kërkojnë atë që u takon, të drejta të barabarta, pa diskutim, pa hile, pa interpretim poshtërues. Barazi në gjuhë. Barazi në polici. Barazi në gjykata. Barazi në administratë. Barazi në teknologji shtetërore. Barazi në çdo ekran ku shteti i drejtohet qytetarit. Çdo gjë më pak se kaq nuk është kompromis. Është nënshtrim i paketuar si procedurë. Dhe qeveria e Maqedonisë së Veriut duhet ta dëgjojë mirë këtë. Nuk ka integrim evropian mbi shpinën e shqiptarëve. Nuk ka demokraci reale kur një popullsie të tërë i jepet ndjesia se gjuha, dinjiteti dhe pesha e saj politike mund të vihen në diskutim sa herë kërkon llogaria e ditës. Një shtet që luan me barazinë etnike, në të vërtetë po luan me zjarrin e vet.